Ju po na thoni neve, mos u hakmerni. Shqu? Bukur shumë. Pse letërsia botërore për bazë ka hakmarrjen. Prej Sofokliut, Euripidit, Eshilit, Iliadës, Homerit, Renesansa, gjithë hakmiren. Edhe Jean Valjean hakmiret. Edhe Don Quixoti, diku hakmiret. Grofi Monte Cristo, hakmiret. Hamleti, hakmiret. Odiseja, Ulis, hakmiret. Historia e njerëzimit e ka për bazë hakmarrjen, por e merr si virtyt, kjo më rëndësi shumë. E merr hakmarrjen si virtyt. Mos po lypni veç të thoya, mos po kërkoni shumë prej neve. No, I think that you are wise enough to understand, because all the examples you offered me, Monte Cristo, Don Quixote. Mendoj se jeni mjaft i mençur të kuptoni se gjithë këta shembuj që mi that, Monte Cristo, Don Quixoti, janë njerëz nga novelat, literatura, nga e kaluara. Tani jemi në shekullin 21. Kemi mënyrë tjetër të hakmarrjes, quhet drejtësi, sepse në atë kohë Don Quixoti, Monte Cristo nuk kanë pas çastin e drejtësi. Askush nuk i përkrahte, kështu që ishin të detyruar të marrin drejtësitë në duart e veta, ta ushtrojnë vetë drejtësinë. Kjo nuk është më e nevojshme këtu, sepse keni gjyqtar, policë të shërbimit policor të Kosovës, dhe ju nevojitet jo hakmarrja, por drejtësia. Hakmarrja nuk është drejtësi. Kështu më mirë se hakmarrja është drejtësia. Kriminalët e luftës që bën atë gjëra të këqija duhet të dalin para gjyqit dhe të dënohen. Kjo është mënyra më e mirë për fëmijët dhe gjeneratat e ardhshme. Sepse Kosova pas këtyre hakmarrjeve të llojit kishte imazh shumë të keq për t'i ofruar botës gjatë këtij një viti e gjysmë. Dhe tash duhet të ktheheni ka moderniteti, Evropa dhe drejtësia. So, better than revenge is justice. People, the war criminals, the people who were so nasty, so murderers, etc., they have to be put on court and to be sentences. This is the best way for the children and for the next coming generations. Because Kosovo had a very bad image after this sort of revenge they offered to the rest of the world during 1 year and a half. And now you have to turn to modernity, to Europe, to justice. Unë e pajtona plotësisht me zotëriun. Hakmarrja është trashëgimi shumë e keqe. Dhe s'ka allëmëri me hakmarrje. Pajtona që ta e kalumja. Po që ka bojnë me të sotshmën. Për shembull. Me leje, pardon. A keni dëgjuar ndonjëherë për këtë jam natë mirë të lutna për një farë Ilia Garashanin? Për Ivo Andrićin, për memorandum në Akademisë Shkencave të Serbisë, Draže Mihajlovićin, Aleksandar Rankovićin, tonë këta njerëz kanë hartu programe për mi çfarosë shqiptarët. Po, Miloševići nuk është kur gjë jashtëzakonshme, është vazhdimsi e një politike shekullore të serbëve. Po, kjo problemi. Ju po kërkoni prej neve na të bashkëjetojna me Serbët. A nuk po ju duket se është sikur të kërkoni prej deles të bashkëjetoj me ujkun? I don't consider that the Serb people are the wolf. I consider that this Serbian population has been placed by history during centuries and centuries. Nuk konsideroj se serbët janë ujq. Konsideroj se kjo popullat serbe është vendosur para shekujve në këtë pjesë të Ballkanit dhe ju jeni bashk dhe ka vetëm një rrugdalje. Kjo është demokracia. Përgjegjja vetme e prapavisë historike të vërtetë. Kjo është e vërtetë. Kjo është demokracia dhe me ardhen e presidentit Koštunica është hapur dritarja për demokraci. E di se disa akademik serb ishin iniciator të spastrimeve etnike. E di këtë. Kam qenë në Bosni, kam punuar me muaj, por tash kjo ka përfunduar. Nuk ka kohë për hakmarrje, kujtime. Mos shiqoni të kaluarën, shiqoni të ardhmen. E në të ardhmen, tani në Evropë, duhet të krijojmë një lloj koekzistence, të takosh njerëzit, të bisedosh me ta. Dhe pastaj do të vinë historia njerëzve që bashkarisht ndërtojnë Ballkanin e ri, Kosovën e re.
bashkëtesën e re në Unionin Evropian Juglindor. No longer time Popullim francezët kanë luftuar me shekuj kundër gjermanëve gjatë shekujve të hakmarrjes, gjakderdhjes. you have to consider Dhe deri në mbarim të luftës së dytë botërore, ku luftuam nacizmin, now ishte e pa imagjinuar për njerëzit e gjeneratës sime të jemi aq afër gjermanëve siç jemi tash. Por na u deshën 50 vjet, 2 gjenerata. Kështu njëjtë do të jetë edhe me ju. Për fëmijët tuaj, fëmijët e fëmijëve tuaj do të jetë normal të jetojnë dhe jo vetëm të jetojnë, por të jenë shok me serbët, dhe jo vetëm me serbët, por edhe me romët, maqedonasit, malazes të tjerë. Do të shihni, vetëm duhet kohë. European Union, in fact. You know, my people, the French, they fought against the German during centuries of hatred, centuries of killing, bloodbaths, and mainly after the Second World War. We fought against Nazism, and it was just unimaginable for a man of my generation to be so close to the German as we are now. But it has taken 50 years, a generation, 2 generations. It will be exactly the same for you. For your children, the children of your children, it will be normal to live and to be friends and to work together with the Serbs. And not only the Serbs, with the Roma, with the people from Macedonia, Montenegro, etc. You will see, but it takes time. It takes time. Bukur shumë.